Edvinin dhe Belindën, Lubin, të cilët me vjedhjet, plaçkitjet e tyre kanë mbjellë skamje në këtë vend, si në asnjë vend tjetër të kontinentit. Përpjekjet e opozitës për zgjedhje dhe rotacion të pushtetit u përballën me tonelatat e eurove të drogës, u përballën me ushtrinë terroriste të patronazhistëve, terroristë të votës, u përballën me të gjithë burimet financiare, njerëzore, logjistike, të gjithanshme, të shtetit mafioz, të narkoshtetit, vetëm e vetëm se rotacioni, largimin nga pushteti tyre, është frikë të merë nga krimet që kanë krye. Miqtë e mi, po të ndalemi vetëm këtë javë, nuk ka javë që përfaqëson ose që paraqet më qartë ftyrën e urryer të narkoshtetit shqiptar. Gjatë kësaj jave, skandalet më të mëdha, vjedhja nga Rama Balluku, Lubia, e 90 milion eurove në tunelin e Llogaras, vjedhja e 140 milion eurove në aeroportin e Vlorës, vjedhja e 100 milion eurove në port e rrugë dhe vepra të tjera. Kjo javë faktoj se kjo ngrehin e kalbur po shkatrohet, po shkërmoqet dhe nuk pret asgjë tjetër, vetëm vrullin ton, zemrimin ton, vendimin ton për ta fshirë nga historia.